dalje nga shtrati i lumit në kanionin e Langaricës si pasojë e rreshjeve me intensitet të lartë shkaktoi bllokimin e 23 turistëve në parkimin në hyrje të kanionit të Langaricës. Ndërhyrja e forcave zjarfikse dhe policore në operacion bëri të mundur shpëtimin dhe nxjerrjen e turistëve dhe të mjeteve në parkun e përmbytur. Por si paraqitet situata në Gjirokastër, lidhemi tani me kolegen Brikena Metaj. Brikena, përshëndetje, ka patur problematika në Gjirokastër nga rreshjet e shiut? Përshëndetje. Edhe në Gjirokastër ka patur rreshje intensive që për gjatë ditës së dieshme, të cilat kanë vazhduar edhe për gjatë gjithë natës dhe vazhdojnë edhe sot, ndonse intensiteti duket se është disi më në rënje krahasuar me ditën e dieshme. Për gjatë mbrëmjes kemi patur problematika kryesisht në Përmet, kemi patur bllokimin e 23 turistëve në hyrje të kamionit të Langaricës. Është parkimi i cili ndodhet shumë pranë bënjës, banjave të bënjës dhe frekuentohet shumë nga turistët të cilët qëndrojnë aty me kamperat e tyre dhe pra mbrëmjen e dieshme pikërisht 23 turistë të kombësive të ndryshme, francez, gjerman dhe polak, të cilët ishin akomoduar në këtë pikë, janë bllokuar si pasojë e daljes së lumit nga shtrati në hyrje të kamionit të Langaricës dhe është dashur ndërhyrja e forcave zjarfikse dhe policore të cilët kanë kryer operacionin e kërkim shpëtimit që ka zgjatur rreth 2 orë, rreth orës 23 të mbrëmjes së dieshme, ndërkohë që operacioni ka përfunduar rreth orës 2 pas mesnate. Nuk ka patur të lënduar, turistët janë evakuar dhe janë transportuar në mjetet e bashkisë dhe të policisë për të strehuar në hotelet e qytetit. Ndërkohë, po kështu mbrëmjen e dieshme ka patur rëshqitje dherash në aksin përmet Çarshov duke shkaktuar edhe bllokimin e rrugës, por pas ndërhyrjes me Fadroma rruga është hapur, kanë qenë rreth 30 minuta të cilat kanë vështirësuar qarkullimin në këtë segment, i cili në fakt është problematik sa herë që ka rreshje shiu dhe sidomos në rreshje të dendura si këto që kemi patur për gjatë 24 orëve të fundit. Punonjësit e të gjitha bashkive të qarkut të Gjirokastrës ndodhen në terren për ndërhyrje në pikat problematike. Ka patur problematika me shkëputje energjie kryesisht në zonat rurale, por nuk kemi informacione nga emergjenca civile për situata problematike për sa i përket të gjithë qarkut të Gjirokastrës, përveç këtyre që sapo përmenda më lart. Është qartë, edhe segmentet e tjera që zakonisht janë problematike nuk kanë patur këtë herë bllokim, për shembull Viroj apo Memaliaj apo dhe Lugin e Drinës. Viroj që nuk shkakton probleme për shkak të ndërhyrjeve që janë kryer, por duke qenë se kemi patur edhe një situatë gjatë satësire, gjatë kësaj periudhe, ka qenë i tharë, po. Totalisht i tharë dhe ndoshta këto rreshje kanë ndikuar për ta mbushur liçenin, po jo për ta përmbytur. Mirë, Brigena, faleminderit për gjithë informacionet që mbave me ne. Faleminderit juve. Do të vijmë tani me informacion